Përmallohet i modhi Allah te bareke ve teala, e merr molli Zotin xhelleshonuhu për ty krijesën e tina. Përmallohet Zoti xhelleshonuhu për ty edhe për mua, çashtu qysh përmallohet nona për evladin e vet. Çashtu qysh e merr molli, çashtu qysh e djeg molli nonën me po evladin e vet që se ka po 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet në gurbet, edhe e merr molli ja pret me padurim momentin kur kthehet prej punës. A e keni po nonat tona? A e keni po gjyshet tona? Ja din orarin djalit vet, ja din orarin vojzës vet, ja din orarin nipit vet, ja din orarin familjarit vet me dakika, kur kthehet prej punës, so i merr kohën me pushue, me shkue pak me u pastrue, me hongër do buk, që ta shumë thirë. Edhe s'ko kush atë kohë, edhe atë moment që mundet me jamor. Ja tash, më falni, po më vjen keqa mo, e kom kohën kur më thirë evladi. Qështu përmallohet Allahu xhelleshonuhu për mua dhe për ty. Që kjo është qëllimi i namazit, ma dje o vllazni, mollin edhe dashurin që e ka shpreh Allahu xhelleshonuhu për neve, ka kërkuar në fillim, ju 5 herë në ditët mu folna, 50 herë. Oj non bre, qa po bon bre, mos e pe pengon, 50 herë në ditë pe thirë. Mërë e birë, nuk e din ti qka është e lodi se edhe te kështë e thirë, 50 herë. 50 herë në ditë me folë nona me evlodin e vetë, pak i doket. Për i dashnis, për i mollit, për i mallëngjimit Allahu xhelleshonuhu ve xhelleshonuhu, kërkoj që na t'i bim në sejdë, kërkoj që na t'i lidhe me jakim në namaz. Jo për më na ngarku, jo për më na rëndu. E kur na i kojna hollët me ato që na dën kaq shumë, na shprehemi 100% me to. E ja nisëm ja kojmë hollët ne Zotit ton. Dhe lutemi, e nga ky këndvështrim kur ne e shohim qëllimin e krijimit, qëllimin e ardhjes në dynjë, qëllimin e obligimeve me të cilat na ka obliguar Allahu xhelleshonuhu, me siguri do ta gjejmë forcën, do të na doket larg me ardh xhumoja tjetër, me ardh këtu më dërzu Allahu xhelleshonuhu. Do të na doket larg me ardh namazi i ikindis. E sa të përmallume kemi lonë Allahu xhelleshonuhu. A dini o vllazni që kur thret namazi, kur thret ezani i namazit të sabahut, Allahu të pret ty edhe mu me mallëngjim, me qasi mallëngjimi edhe ma të madh nga shumë fish, shumë herë ma të madh si që ka pejgamberi alayhi salatu vesselam, që hale ma shumë se nona e vlodin e vet, përmallohet Allahu për robin e vet, e kur të thret namaz